Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi maksimale për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njerëzit rrezikon jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasuritë natyrore, ndërsa përbën një vepër penale që ndëshkohet me masa të ashpra. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ministri Lamallari nënvizoi se mbrojtja e vendit nga zjarret është një përgjegjësi e përbashkët. Kujdes, zjarrvënia nuk është pakujdesi, por krim që ndëshkohet me burgim. Çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njerëzit është një kërcënim për jetën, pronën, pyjet dhe të mirën e përbashkët. Kërkohet më shumë përgjegjësi qytetare dhe gatishmëri për të mbrojtur çdo qytetar dhe shmangur katastrofa. Ministri rikujtoi se me ndryshimet më të fundit në Kodin Penal janë ashpërsuar ndjeshëm dënimet për zjarrvënien, në varësi të rrethanave dhe pasojave të veprës penale. Zjarrvënia e qëllimshme dënohet me burgim nga 5 deri në 8 vjet kur kryhet gjastinës së nxehtë në kushte që favorizojnë përhapjen e zjarrit, ose pranë zonave të banuara, nga 4 deri në 10 vjet kur prek zona të mbrojtura, objekte trashëgimisë kulturore, objekte kulti, monumente kulture ose infrastrukturë kritike, ndërsa dënimi arrin nga 7 deri në 15 vjet burg kur zjarrvënia kryhet me qëllim ndryshimin e kategorisë ose destinacionit të tokës. Në mesazhin e tij, Ministri Lamallari theksoi se pas çdo zjarri qëndron një kosto e madhe njerëzore dhe materiale. Një pakujdesi ose një veprim i qëllimshëm mobilizon qindra e njerëz, 10 mjete dhe helikopter për të mbrojtur jetën, banesat dhe natyrën. Çdo zjarr lë pas humbje për natyrën, komunitetin dhe brezat që vijnë. Mbrojtja e Shqipërisë nga zjarret fillon me përgjegjësinë e secilit prej nesh. Ndërkohë qeveria ka miratuar një vendim që përmirëson trajtimin financiar të zjarrfiksëve, duke garantuar një sistem kompensimi dhe mbështetje për punën e tyre. Zjarrfiksi që shërben natën në ditët e pushimit javor e të festave zyrtare, brenda kohës zgjatjes normale të punës, përfiton një shtesë mbi pagë në masën si më poshtë. 20% për çdo orë pune e shërbimit të kryer nga ora 19 deri në orën 22. 50% për çdo orë pune e shërbimit të kryer nga ora 22 deri në orën 6. 25% për çdo orë pune të kryer në ditët e festave zyrtare dhe në ditët e pushimit javor.